Përshëndetje, Katrina. Përshëndetje, Si e? mirë faleminderit, ti? Mirë, ja, këtu duke shëtit në Shkup, edhe shkojmë të rruga më e famshme në Ballkan. Te rruga Shkup-Blac, apo na tregojsh një background për projektin ku ka mbet? Po, e vërtet, kjo është një rrugë që është filluar të përflitet edhe të përdoret dhe njerëzit e keq përdoret për pojina politik tani më me dekada. Kjo rrugë mund të them që për një vit e gjysmë sa jemi në qeverisje, ose më pak se një vit e gjysmë sa jam zëvendës ministre e transportit, ka bërë një progres, edhe do ta nisi prej këtu tash fatës fundit, edhe pak ditë neve do të shënojmë fillimin e punimeve. U ngatrua ose u zgjat një vit, se ndoshta do të kishte filluar edhe më herët, për vetëm arsye se e dini se është rruga më e kushtueshme në Europë, dhe për 1 kilometër dikund kushton 27 milion. Dhe kjo ishte e tepërt, dhe menduam të bëjmë ndonjë opsion tjetër, të shohim riprojektim për të gjetë një rrugë më të lirë, më pak të kushtueshme, alternative, por që shkaku i një kredi dhe një granti që kishim nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, vendosëm që mos ta humbim të njëjtën dhe të vazhdojmë me projektimin që e kishin para pa. Kështu që u hap tenderi, u përfundua ajo fazë, tani jemi në fazën e vlerësimit ose evaluimit, edhe pak ditë përfundon kjo fazë,